Miqtë Prizmus, pa kaluar 24 orë mas gjetjes edhe po themin thojzat e demaskimit, po divulgimit në media, në portalet ndryshme të kontratës Flamur Nokëns me ish elektricistin në Shkodër dhe pastaj qytetarin e nderit të Tropojës, i cili sigurisht është njeriu që ka marrë përsipër të bëj donacionin, të mbroj financat e donacionit të Vatrës edhe antarësisë bordit të Vatrës, e krijuar në Mars dega e New Yorkut, po në New Jersey, në Marsë, personi i cili quhet Nureddin Seçi, dhe që normalisht as kërkush nuk e ka njohur përveç faktit që kryebashkiaku i Tropojës, i Bayramçurrit, kryebashkiaku socialist, i ka dhënë qytetar deri, as kërkush nuk e ka njohur, ka qenë alpinist, ka mbaruar shkollën teknike këtu dhe ka dalë elektricist në Shkodër, dhe pastaj ka emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, ky është njeriu i cili duhet mbrojtë tash. Hapjen e hetimit nga SPAK. Ai kërkon llogari tash. Një farë mënyre është vetë denoncuar kontrata, sepse të financosh një parti ka ligj në Shqipëri. Dhe lobimet që ka bërë Kemek Gonigali, Rama, akuzat që janë bërë, Basha, dhe vetë Partia Demokratike janë hiqgjë me $6 milion, nga $250.000 muaj për muaj, si është rasti, që merr përsipër edhe Vatra, sepse antari bordit është ky qytetari tropojan tash i qytetar amerikan, që duhet mbuloj, arsyetoj pikërisht $250.000 në muaj, për 2 vjet $6 milion. Janë hiç gjë lobimet e dikushme që ka bërë Lulzim Basha, që ka bërë Edi Rama, që ka bërë Partia Demokratike, që ka bërë edhe Monika Kryemadhe dhe Ilir Meta. Janë hiç gjë, janë 1/7, 1/8 pjesë. Këta kanë dorëzuar $750.000 me njëherë cash në dorë. Dhe këta e kanë bërë sepse Sali Berisha e ka fobi non grata në United States, ka dashur që brenda periudhës mundësisht edhe tashi në fushat elektorale t'i hiqet. Dhe kanë zgjerë shpenzimet më të mëdha të mundshme vetëm ta arrinte këtë punë. Sigurisht ka njerëz nga më të ndryshme që mund ta merrin përsipër dhe sigurisht Fatmir Mediu ka bërë punë të veta. Jo, ka prur edhe ca lek tjera, ca euro, miliona tjera që kanë ikur me strategun e madh, se kështu ka Partia Demokratike e Sali Berishës, ka strategun, ka starin, ka dhe Sali vazhdojnë vetë urimin. Por kjo do të jetë pjesa e skandalit më të madh të lobimeve në Amerikë. Është Amerika që e ka djegur dhe do ta djegë prapë Sali Berishën. E para Sali Berisha ka fyer Vatrën. E ka qelbur Vatrën, atë pjesë patriotike, sidomos New York, dhe tash atë deg të New Jersey. Këto i sqaron shumë mirë Evi Kokalari, ai njeh shumë mirë ata se sigurisht veprimtarinë e saj ka më tepër në United States se sa dhe fjala në Shqipëri e Gjirokastër. Problemi i njeh me dhamë rrëmallë dhe si funksionojnë dhe çfarë defekte shkanë dhe çfarë marrina shkanë në trupin e organizimit shqiptar, që për fat keq është akoma më i shëmtuar se sa organizimet brenda në Shqipëri. Po ju them unë që në Shqipëri janë shumë më të ndershëm se sa janë aty. Kaq keq edhe kaq shëmtuar, në mënyrë të shëmtuar është kjo histori e 6 milionëve, nuk janë pak, janë 6 milion të premtuar dhe 750.000 dhëna. Të turpëroheshin në këtë okazion, në këtë rast, si Lulzim Basha, si Ilir Meta, por dhe akuza që i bëhet për Mek Gonigalin e Edi Ramës. Nuk janë asgjë. Hyrën në një aspekt tjetër. Partive në Shqipëri
nuk lejohet më tepër se 10% të marrin donacion, më tepër se 10% çfarë ju ka dhënë shteti shqiptar. Ta them se shteti shqiptar i ka dhënë Partisë Demokratike 500.000 euro. Në asnjë mënyrë nuk mund këta kanë thyer edhe ligjin më ekzistencial që e kanë bërë vetë. Prandaj e ka firmosur Mul Noka, se është një ignorant i plot ligjor dhe këtë punë nuk e ka bërë dot. Një tjetër që sigurisht është jurist. Këta kanë gabuar dhe me jurist, sigurisht, po kësaj radhe kanë rënë për shkurt. Sekretari i përgjithshëm Mul Noka, mjek edhe ky, edhe i talentuar shumë, ka firmosur me këtë nderin e Bajram Currit, shpallur nga kryetari i bashkisë, kryetari socialist i bashkisë Tropojës, Bajram Currit. Por në qoftë se do të kishte, ta them se i kanë dhënë $500.000 shteti shqiptar Partisë Demokratike, vetëm $50.000 mund të marri si donacion. Një person i vetëm nuk mund të japi më tepër kurrë se 10.000 euro. Është rregull, e kanë votuar vetë. Kurrën e kurrës. Sepse sigurisht është firmosur në emër të Partisë Demokratike. Lobimi në Amerikë për të hequr non gratën Sali Berishës është firmosur nga sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, i parë dora vet. Dhe sigurisht që është një donacion që i bëhet partisë. Nuk është pa limite, kanë aprovuar një ligj për këtë punë, sepse mund t'i teket njerit që thotë unë do t'i jap partisë filan $100 milion, po nuk mundet. Duat ka bëj që të fitoje me e, po nuk mundet. Duhet ta bësh në mënyrë shetë edhe aty të gjejnë. Në këtë moment hyn edhe Spaku. Sa kanë dëgjuar shifrën? Sa? 6 milion? Që janë këta më? Për çfarë bëhet kjo? Për non grata. Kush ka firmosur? Sekretari i përgjithshëm. Kush i jep ka filani. Dakor, të kanë dhënë, është edhe firma e tij, emri i tij. Për çfarë? Për non grata. Bukur fort. Për non grata sa kanë dorëzuar? 750.000. Sa më sa? 750.000. Po prit më herë, kanë ligjta. Është shumë e vëllajt. Majmunëve, unë nuk mund t'jam mbush mendën, majmunëve të Partisë Demokratike, idiotëve dhe ignorantëve që janë përballë, ata që janë, keni parasysh ato pavam, ata që kanë urrejtje në po vdesin nga urrejtja, i plas stomaku, i plasin bulqit. Keni parasysh ato që bërtit, te basha. Janë mazik të atë Berishës. Të rrinin me nga 4 orë në cervikale, ku e ishte në katë 8, sipër. Këta nuk e besojnë, këta nuk duan besojnë asgjë, se këta besojnë vetëm idiotizmin dhe marrëzinë e kryetarit tyre, ose njeriu më të shëmtuar që ka prodhuar ndonjëherë edhe si ftyrë sot, edhe si vese, edhe si filozofie, si doni ju, edhe që quhet Sali Berisha. Por po ja shpjegoj edhe një herë. Është ngutur në mënyrë apostrofike, ka dashur që pa tjetër të fitoj zgjedhjet duke ardhur nga Amerika, një minimumi i kësaj. Tashi ne ta shikojmë non gratën nga State Departamenti. Dhe sigurisht në Amerikë gjithfarë rufianësh aty kanë pa bje, se po e shikojmë këtë punë. I kanë dorëzuar 750.000, dhe s'kanë për dorëzuar më, ato di haja, i ngrënt me sukses, ajo MAGA është një organizëm që ja kanë dhënë këta që ti haj, por më tepër se sa kaq nuk ka bërë, sepse sigurisht janë në thyrje të ligjit në mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe njerë prej përsëris. Ligji nuk lejon më tepër se sa 10% donacion. Ligji nuk atë sa ka dhënë shteti, dhe ligji nuk lejon kurrë më tepër se sa 10.000 euro një person i vetëm. Nëse Partia Demokratike ka pasur $500.000, $1 milion buxhetin e saj, nga shteti shqiptar nuk mund të marrë donacion më tepër se $100.000. Kurse ata firmosin për 6 milion në 2 vjet dhe 750.000 me një herë në 3 duar, jo 3 duar, por 3 muaj në një dorë të vetme. Sali Berisha ka luajtur mendsh. Po plas, sepse e di që nuk fiton. Po plas për asaj non gratas, edhe sigurisht në mendimin e tij pacesk, kujton se vetëm ajo non grata ja ka hequr të drejtën për të fituar. Ai s'ka fituar kurrë. As 92-shin nuk ka fituar. Ata e ka fituar me
me një hile të jashtëzakonshme që e paguan me jetën e 4 trive këtu që shkuan viktima. Sot e kësaj dite, shumë e kanë qartë se janë pikërisht të zënë kurth për të fituar Sali Berisha. E bërë apostafat nga fundi i diktaturës dhe fillimi i diktaturës Sali Berishës. Asnjëherë tjetër nuk ka fituar Sali Berisha, gjithmonë ka humbur. Kanë qenë vetëm socialistat kur e kanë dorëzuar në 2005 në dorë një rufjani maskaraj si puna e tij. Sot SPAK-u hapë hetimet për marrëzinë e fundit, turprimin që i bën Vatrës Sali Berisha dhe idiotizmin e jashtëzakonshëm të firmosjes një kontrate për $6 milion për lobimin e heqjes non gratës të njeriut që për mua nuk ka rëndësi nëse është non grata apo buon grata në SBA. Ai është non grata ke populli vetë sepse e ka vrarë atë. Ka vrarë protestën, ka shkatruar Shqipërinë në 97-ën, ka bërë grushtetin në 98-ën, ka vrarë në 2008-ën në Gërdec dhe në 21 janar në 2011-ën. Çfarë janë $6 milion për familjen e tij non grata? Ata i kanë, jo 6 milion, po dhe 600 milion. Por duhet i kenë për burg, jo për më tepër se sa kaq.